E premtuar për të ndërtuar në çdo fushat elektorale, rruga e mandave në lagjën Guerrile vazhdon të jetë jashtë çdo standardi. E ndodhur në periferitë e Shkodrës, ajo rrugë në këtë periudhë është e mbushur me gropa uji, ndërsa ujërat e zeza që bashkohen me ato të bardha notojnë në sipërfaqe, ku përpos erës së rënd rrezikojnë edhe shëndetin e banorëve. Këtat e fundit tregojnë se janë tërësisht të zhgënjur nga premtimet që janë bërë në këmbim të votës. Kanalizimin që kena vetëm ujë pishëm që kena. Pa e bajmë votat. Pa i tu ma kanë ardhë, kërkoshin votat. Pa i napin votat, vëllëtanës, ati, asë kush. 14 vjetë i ka rrugë e pashtrume. I fjeshi me ra, këtu do të veshëm me qisë me fëmija. Këtu herë... Edhe tani verës? Edhe të verës, në të dhime shime se këto, se skalohet. Këtu skalohet vinë era keqe. A i në ankuar në bashki për gjëndin e kësaj rrugë? Po si, janë ankuar 4-5 herë. Edhe qonë s'na kanë bëha, po vim këtë muj, asë sanë. I kjo rrugë është në fakt gjëna mas më bëha. Kena shku 1-2-3 herë kam shku vetë, si person në bashkim kanë thonë, pare prej gjepit s'mundën e me zjarë. To është me ushtru, pa ushtrojmë në beten, me asfalt. Por është problemi tonë të kanalit, kanalizimet e ujnave të zeza e këta. Deri tash në kanë premtu, asë i sënë së shbonë. Janë rreth 300 banor të cilët qarkullojnë aty çdo ditë. Përveç mjeteve motorike, vështirësi të mëdha kanë edhe fëmijët, të cilët nuk kanë vend tjetër argëtimi, përveç asaj rrugice, po ashtu mosha e tretë që në shumë raste detyrohen të qëndrojnë brenda banesave të tyre për shkak të amortizimit të plotë të rrugës.